Zelenski, takim me liderët nordik dhe baltik. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, mori pjesë në samitin e vendeve të rajonit në B8 në Tallinn, ku zhvilloi takime me liderët e vendeve nordike dhe baltike për sigurinë rajonale dhe mbështetjen ndaj Ukrainës. Gjatë vizitës në kryeqytetin estonez, Zelenski zhvilloi takime dypalqe me disa kryeministra të rajonit, me presidentin e Estonisë Alar Karis, grupin në B8 përfshin Suedin, Finlandën, Norvegjin, Islandën, Danemarkën, Estonin dhe Lituanin dhe Letonin. Vende që konsiderohen si mbështetëset më të forta të Ukrainës pas nisjes së agresionit rus. Para fillimit të samitit, kryeministri estonez Kristen Michal deklaroi se diskutimet do të fokusohen në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Ukrainës, rritjen e presionit ndaj Rusisë dhe garantimin e një Evrope më të sigurt. Sipas të dhënave të autoriteteve estoneze, 8 vendet e grupit kanë dhënë deri tani mbi 42 miliard euro ndihmë për Ukrainën, 5 prej këtyre vendeve kufizohen drejt për drejt me Rusinë, ndërsa kontributi i tyre për frym konsiderohet ndër më të lartët në botë. Një tjetër çështje e rëndësishme në agjendën e samitit është dhe siguria ajrore dhe parandalimi i incidenteve me dron.